Përshëndetje miq, ja ku ritakohemi në këtë sezon të ri këtu në Top News me orën e Tiranës. Bashkë do të shihemi çdo të mërkur, ora 20:00 me mua Linda Lupin. Sot do të flasim për një tematik aktuale, por shumë të rëndësishme për qytetarët. Programin e kredive të buta, i cili synon të ndihmojë familjarët për të siguruar një banesë me kushte më të lehta financiare. Edhe pse ky program është një mundësi e vlefshme për shumë familje, ajo që vjen re janë sfidat në akses dhe procedurat të cilat duket se kanë ende vend për përmirësim. Por sa i aksesueshëm është realisht ky aplikim për qytetarët? Për të marrë përgjigje konkrete dhe për të parë nga afër procedurat dhe mundësitë se si mund të aplikojmë në programin e kredive të buta, do të jemi vetëm pas pak në një intervistë me zotin Dritan Dango, drejtori i përgjithshëm Shërbimit Social. Qëndroni me ne. Përshëndetje, zoti Dritan. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se ju gjej, ju falenderoj për kohën. Në fakt jemi me zotin Dritan Dango, drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Social. Dhe do të flasim për një tematikë e cila është aktuale dhe shumë e rëndësishme për qytetarët. Bëhet fjalë për kreditë e buta. Në momentin që flasim, sa të shpeshta janë aplikimet? Po, është nga programet më të kërkuara të Bashkisë Tiranë, është një program i cili në këto 10 vite është rritur shumë, është një program në të cilën ne kemi gjetur me 200 kuota fitues, dhe për këtë vit jemi në 1500 deri në 2000 kuota fitues. Kemi hapur fazën e parë të aplikimit të kredive të buta, i cili është online. Duhet thuhet që ka një numër të konsiderueshëm aplikuesish dhe meqense nëpërmjet kësaj intervistës doja t'i thoja që për shkak të fluksit të madh të aplikimeve, sistemi ndonjëherë krijon edhe ato kreshet e veta që kështu duhet të ritentojnë në momentin që sistemi nuk punon për shkak të fluksit të klikimeve, që do të thotë që aplikimi për kreditë e buta dhe interesimi nga qytetarët e Tiranës për të aplikuar është goxha i madh. Nga viti në vit, sa vihet re ndryshimi në numër, është në rritje apo si ka vijuar? Po patjetër, duhet dini që Tirana vit për vit është në rritje. Duke parë që është një qytet në cilët supozohet dhe synohet që të gjithë të rinjt vinë të shpërngulen, të shkollohen, por gjithashtu të qëndrojnë dhe të krijojnë jetën e tyre. Dhe që do të thotë që vit për vit numri është më i madh. Dhe kjo do të thotë që vit për vit Bashkia e Tiranës miraton një buxhet në të cilin kërkon rritjen e numrit të fituesve, pikërisht për këtë arsye, duke qenë se vit për vit numri sa bjen edhe rritet i aplikuesve për këtë skem. Cilët janë më të shumtë ata që aplikojnë? Janë pikërisht çiftet e reja apo janë familjet në nevojë? Jo, nuk mund përcaktohet këta sepse kanë nga të gjitha kategoritë. Duhet shohim që patjetër që janë edhe çiftet e reja, të cilët aplikojnë për sa i përket kësaj pjese. Patjetër që janë edhe familjet në nevojë, patjetër që janë edhe kategoritë grave të cilat janë vetëm me fëmijë, pra nuk e kanë bashkëshortin e tyre ose janë të divorcuara ose ju ka ndryshuar jetë, patjetër që ka edhe individ, të cilët siç mund të jenë 2 motra të cilat aplikojnë, apo mund të jenë edhe 2 vëllezër të cilët janë në Tiranë. Pra, kategoritë janë të shumta të aplikimeve. Dhe cilat nga kategoritë që ne si përmendëm u jepet më tepër prioritet? Po kjo varet. Kjo varet nga numri fituesve, që do të thotë, në fazën e parë ata bëjnë aplikimin në e-Albania, çka do të thotë që ata nuk duhet të kalojnë një kuotë të caktuar të ardhurash, sepse supozohet që nëse kalohet një kuotë të caktuar të ardhurash, atëherë kanë mundësi që të aplikojnë për një kredi të thjeshtë në bankë. Që kështu, në momentin që kualifikohen fazën e parë, fillon dhe faza e dytë, që është faza e sjelljes së dokumentave. Atje supozohet që nuk duhet të kenë një pronë, nuk duhet të kenë një biznes, duhet të jenë vetëm në certifikat familjare dhe disa opsione të tjera. Në momentin që e kalojnë edhe këtë fazë dhe e zëm që atje dalin 3000 fitues dhe ndërkohë fitojnë vetëm 2, bëhet edhe përzgjedhja. Që do të thotë, ka një pikëzim në të cilën nëse një çift i ri ka një kuotë të barabarta të ardhurash me një mama e cila ka 3 fëmijë, por nuk e ka bashkëshortin e tij, automatikisht përparësi ka mamaja me 3 fëmijët. Ndërkohë që nëse skualifikohet për çështje të tjera, ulet boshti poshtë dhe përfiton çifti që ta mora një si shembull.
Por pika barash kanë edhe familje të cilët kanë një policë të rënë nga detyra, apo dhe familje të tjera të cilët mund t'i ketë rënë në detyrë bashkëshorti ose mamaja e tyre. Pra, varet nga pika barazhi. Por, ndërkohë Bashkia Tiranë ka lënë dhe një opsion tjetër që nëse gjithmonë fazën e tretë po flasim, skualifikohesh për këtë arsye, ka një mundësi ankimimi. Për të dhënë një arsye tjetër që pse duhet ta pranojmë neve këtë. Pra, pavarësisht se skualifikohet, ka një të drejtë riaplikimi dhe një të drejtë ankimimi për 15 ditë. Brenda 15 ditë. Brenda 15 ditësh. Deri kur zgjasin aplikimet? Deri kur është afati? Faza e parë është deri në datë 19 maj. Që kështu të gjithë ata që janë interesuar për një kredi të butë, mund të aplikojnë online në Albania deri në datë 19 maj për të përfituar për fazën e dytë. Atje, algoritmi i sistemit të Albanias bën edhe përzgjedhjen, ku do të thotë që shihen të ardhurat në bazë të sigurimeve që ata paguajnë, pra kush aplikon paguajnë, dhe nëse nuk kaluhet kjo kuotë, atëherë ata shpallen me njëherë fitues. Që kështu, deri në datë 19 maj është faza e parë. Çfarë ndodh? Në momentin për ata që del faza e dytë, Bashkia Tiranë del me një lajmërim që deri në një datë të caktuar që besoj që deri diku nga data 19 qershor, 20 qershor, nuk e kemi përcaktuar këto, akoma sepse varet nga vështirësia e nxjerrjes së dokumentave, do lihet një afat për fazën e dytë. Kush ka dalë fitues fazën e parë, do sjellë dokumentacionin për fazën e dytë. Atje pastaj është një grup pune, ku është nga drejtoria strehimit, nga drejtoria juridike, drejtoria financave dhe drejtoria e shërbimit social, të cilët bëjnë verifikimin e dosjeve dhe verifikimin e dokumentave. Ka që skualifikohen edhe fazën e dytë. Për shkak sepse mund t'ju dali një biznes, mund t'ju dali një prindrit që ka një biznes, varet certifikata familjare se si është, pra ka që skualifikohen edhe gjatë rrugës. Më pas, basi përzgjidhet të dalin fitues në fazën e tretë, dohet pastaj dhe selektimi se kush do futet në të kuotë prej 2000 personash. A ka një transparent për sa i përket procesit përzgjedhjes? Po, patjetër që ka një transparent, ka një komision i cili drejtohet me shkresë zyrtare çdo individi i cili është interesuar për të marrë vesh sepse është skualifikuar, ndërkohë që është edhe Këshilli Bashkiak i cili kontrollon, sepse këto në fund fare kalojnë me vendim të Këshillit Bashkiak, që kontrollon dhe gjithë procedurën për sa i përket përzgjedhjes së fituesve. Ndërkohë që kur ka kaluar edhe si procedurë në Këshillin Bashkiak, patjetër që ata janë të vetëdijshëm çdo antar i Këshillit Bashkiak për pikëzimin e fituesve. Ku gabojnë më tepër aplikuesit? Për çfarë humbin aplikimin e tyre? Kjo ka disa raste. Në rast të parë del që aplikuesit cilin aplikojnë nuk janë vetëm në certifikat familjare, dhe ju del që prindit tyre ka një pronë. Automatikisht ju del edhe këtyre që kanë një pronë. Çështja e dytë është çështja që këta supozohet që kanë pasur një biznes dhe ju del që kanë paguar në QKR, pra kanë paguar taksa biznesi, çka do të thotë që eliminohen automatikisht, pavarësisht se biznesi është mbyllur, dhe kjo është një kredi sociale, do të thotë që në momentin e parë që ti ke pasur një biznes, skualifikohesh sepse ke pasur mundësisht që të paguash. Pra, automatikisht, nëse ke pasur një biznes, mund të hysh në një kredi normale, në një bank normale, ndërkohë që ka shumë të tjerë që kanë të nevojshme këtë pjesë. Si trajtohen ankesat e aplikuesve të cilët selektohen dhe nuk e fitojnë? Çfarë do të thotë? Komisioni në momentin që këta bëjnë një ankimim, komisioni i kthen përgjigjen dhe i thotë që je skualifikuar për X arsye. Brenda 2 javë, ankuesi duhet të ketë mundësi që ta hedhë poshtë këtë supozim që ka ngritur komisioni. Po e marrin për shembull për rastin e biznesit që thash, ose për rastin e shtëpisë. Në rast se ata nuk kanë bërë dot ndarje nga certifikata familjare, sepse nuk e kanë ditur dhe ju del që prindit tyre ka një pronë, ata duhet ta vërtetojnë këtë pjesën këtu që në atë shtëpi që neve na del dhe ne nuk kemi bërë ndarje, jeton prindi dhe ne jemi në një shtëpi me qera. Në këtë rast mund të sjellin një kontratë qeraje, mund të sjellin diçka tjetër që e vërteton që nuk jeton me prindin e tij, dhe atëherë komisioni këtë e merr parasysh. Me gjithë dokumentacionet e dorëzuara, si vërtetohet që një familje është vërtet në nevojë dhe që familjarë të tjerë janë? Në fazën e dytë sillet një sër dokumentacione. Sillet vërtetimi pagës, sillet vërtetimi nëse ka pas sigurime shoqërore, sillet vërtetimi nëse ka qenë ndihmë ekonomike apo jo, pra ka një sër dokument.
shifet vërtetimi i pronësisë, shifet njësër peme familjare, pra që po flasim. Ndërkohë që duke parë gjitha këto, bëhet edhe verifikimi pastaj, duke parë edhe për zgjedhjen e familjeve nëse e meritojnë apo jo. Pra, nëse një familje është në ndihmë ekonomike, ajo del në sistem automatikisht sepse është gjanë në Bashkinë e Tiranës. Nëse një familje ka një person i cili ka ndruar jetë, ajo vërtetohet nga certifikata që merret në e-Albania. Nëse një çift i ri nuk ka mundësi, pra ka vetëm fëmijët, ka edhe kështu, shifet gjendja nëse ka një pronë apo nëse nuk ka një pronë. Pra të gjitha verifikimet e këtyre bëhen brenda një kohe të caktuar. Është fondi dedikuar për programin e kredive të buta? Shiko, fondi dedikuar duke parë që nuk ka një shifër tamam, sepse kjo është në bashkëpunim që bën Bashkia e Tiranës për sa i përket çështjes së bankave. Që do të thotë, në këtë rast Bashkia e Tiranës paguan interesin e individit që ka fituar. Nëse një individ do shkojë dhe do kërkojë një kredi të butë, 90% e interesit të kredisë butë paguhet nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë që vetëm një 3% paguhet nga individi që ka fituar kredinë e butë. Këshilla që do jepje të gjithë aplikantëve që aplikojnë për herë të parë. Këshilla që do jepje të gjithë aplikantëve është që të lexojnë kriteret në të cilat janë shfaqur në faqen e Bashkisë Tiranës. Gjithashtu mund të interesohen edhe në njësitë administrative, gjithashtu mund të interesohen edhe në drejtorinë e strehimit që është tek rruga e Durrësit ngjitur me Ministrinë e Arsimit, që do të thotë është shumë e rëndësishme që nëse një i ri që aplikon për herë të parë deklaron që jeton vetëm dhe faktikisht mund të jetojë vetëm bashkë me bashorten, me të fejuarën apo edhe me atë që bashkëjeton. Del që në certifikat familjare është me prindrit, pra nuk e ka bërë në gjendje civile ndarjen, ai do skualifikohet direkt. Që kështu t'i lexojnë të gjitha këto pikat në të cilat gabohet më shumë, ose për vetë faktin që nëse kam pasur një biznes dhe pavarësisht se biznesi tyre është mbyllur, dhe këta nuk e deklarojnë me faktin që nuk e kanë më si biznes dhe ju dele mbyllur, po prap këta skualifikohen për vetë faktin se del që kanë pasur një gjendje financiare për të hapur një biznes. Pra, janë disa detaje të cilat i marrin vesh me vonesë, por ndërkohë nga që nuk i kanë, skualifikohen duke qenë se përparësi ju japim atyre personave të cilat kanë edhe të ardhura shumë më të pakta se sa ata. Kështu që ja ku jemi edhe për t'i qartësuar të gjitha dhe kriteret që duhen për një aplikim për sa i përket programit të kredive të buta. Por, a ka një rast i cili ju ka mbetur në mendje nga një prej përfituesve të këtij aplikimi të kredive të buta? Në këtë eksperiencë që kam unë janë disa raste. Por një rast më ka bërë shumë përshtypje dhe ne kemi bërë çmos që ta ndihmonim si bashki, ka qenë e një nëne me 4 fëmijë, e cila ishte gja e divorcuar, por jo me dokumenta. Pra, është shumë e rëndësishme që edhe këto të vërtetohen, pra në momentin që neve nuk kemi një vërtetim në gjykat, në të cilat është e vërtetuar në moment që certifikata del me bashortin, dhe problemi që ndronte që në moment që zonja dilte në certifikat familjare me bashortin, bashorti dilte me një pagesë në cilën automatikisht skualifikohej. Dhe ishin çështjet e tyre personale, pse nuk ishin arritur ta bënin këtë ndarje, por jemi detyruar më pas që pavarësisht se bashorti nuk e jepte firmën për divorcin,
Jemi detyruar më pas që të bëjmë shumë verifikime dhe të marrim edhe shumë vërtetime dhe më pas për ta kaluar në një procedurë me anë të Këshillit Bashkiak, vetëm që kjo nën e 4 fëmijëve ta përfitonte atë kredi në but, duke parë që me atë rrogë që merrte dhe me atë qera që pagonte dhe pasaj për shkak të konflikteve që kishte, nuk kishte përgjigjen e bashkëshortit për mirëmbajtjen e fëmijëve, jemi munduar që kemi bërë çmos që mamaja me 4 fëmijë ta përfitonte. Domethënë ka qenë një rast që me cilën jam marrë vetë personalisht, duke parë që kishte shumë koklavitje për sa i përket plotësimit të dokumentacionit. Raste të tilla janë dhe ato që bëjnë diferencën dhe ku hyn edhe humanizmi në mes përtej procedurave që duhen ndjekur normalisht. Por prandaj duhet të thoya të gjithëve që kjo është një kredi sociale. Kjo hyn me një kredi sociale dhe ne kuptoj që secili do të mendoj për vete dhe shumë punonjës të cilët kanë një rrogë mesatare, po flasim, në Tiranë, kërkojnë të aplikojnë dhe mërzitet, por duke parë që ndërkohë që ka shumë njerëz më poshtë, të cilët marrin rrogën minimale, ku tani është rritur dhe është prej 50.000 lekë të reja, patjetër që janë ata që përfitojnë të parët. Ju falenderoj shumë për informacionet që përcollën, ne do donim të ndiqim dhe nga afër procedurën me njërin prej përfaqësuesve të stafit tuaj për të parë edhe më në detaje hap pas hapi për t'u përkthyer kështu edhe publikut tonë, i cili është duke na ndjekur. Ju falenderoj shumë për kohën, Drita. Faleminderit. Faleminderit. Jemi me zotin Viktor Kola, përgjegjësi i programeve të strehimit social. Përshëndetje zoti Viktor. Faleminderit për kohën tuaj dhe që jeni pjesëore e Tiranës. Jemi sot për të folur një nga tematikat më të rëndësishme aktuale për sa i përket programeve të kredive të buta. Dhe në fakt për qytetarët është me shumë rëndësi edhe për të bërë njohur aplikimi nga hapi i parë edhe deri në përfundim të tij. Cilat janë hapat që duhet të ndjekin? Faleminderit ju për intervistën. Për sa i përket programit social të subvencionimit interesave të kredisë së butë, të gjithë individet, familjet duhet të paraqesin kërkesën në portalin e-Albania, duke zgjedhur shërbimin kërkesë për të përfituar nga programet e strehimit social. Aplikimi bëhet në formën e renditjeve duke përzgjedhur banesë me kosto të ulët, në mungesë të banesave me kosto të ulët, duke përzgjedhur subvencionimin e interesave të kredisë. Aplikimi bëhet vetëm online apo edhe në zyre? Faza e parë aplikimit bëhet online në portalin e-Albania, duke plotësuar formularin, duke përzgjedhur nivelin e të ardhurave, duke përzgjedhur formën e renditjes, siç e shpjeguam pak më lart, banesë me kosto të ulët është shumë e rëndësishme dhe subvencionimin e interesave të kredisë. Më pas, në momentin duke parë dhe aplikimet, duhet përmendur dhe pjesa e mënyrës të përzgjedhjes së formës së aplikimit, gjithashtu dhe pjesës së nivelit të ardhurave që është bërë publik sipas njoftimit publik. Sa duhet të jetë maksimalisht niveli të ardhurave që në këtë formë edhe të mos humbasin aplikimin e programit të kredive të buta? Në bazë të strukturave familjare, për një anëtar, niveli maksimal i të ardhurave është 83.192 lekë të reja. Kurse minimalja është 24.400 lekë të reja. Automatikisht mbi këtë shifër nuk e përfiton programin subvencionimit interesave të kredit. Sa zgjat shqyrtimi i aplikimit? Shqyrtimi i aplikimit zgjat 30 ditë. Duhet të përmendur dhe kjo pjesë që të gjithë qytetarët informohen në e-Albania për sa i përket aprovimit të aplikimit apo pasaktësitë të cilët kanë bërë tek gjatë plotësimit të formularit. Pra rezultatet të bëhen të qarta. Çdo qytetar informohet në e-Albania për sa i përket aplikimit të cilin është kryer. Çfarë ndodh nëse aplikimi refuzohet? Në momentin që aplikimi ka pasaktësi, qytetarit i shkon pasaktësia dhe jep mundësinë e rregullimit të pasaktësisë. Pjesa më e madhe pasaktësi bojnë përzgjedhjen e formave të trajtimit. Në vend të banesave me kosto të ulët, përzgjedhin banesë sociale me qira ose përmirësim banese dhe nuk përzgjedhin banesë me kosto të ulët ose në mungesë të banesa me kosto të ulët nuk përzgjedhin subvencionimin interesave të kredisë. Kjo bën sjell pasaktësi për sa i përket formularit të strehimit. Dhe në momentin ne i kthejmë përgjigje në e-Albania dhe qytetari ka mundësi të bëjë rregullimin e pasaktësive. Ku duhet të drejtohet? Jemi në këtë fazë. Unë jam një aplikante e cila kam kryer një aplikim me pasaktësitë e veta dhe më është refuzuar aplikimi.
çfarë duhet të bëj? Hapi tjetër. Hapi tjetër është duhet të futet përsëri tek formulari, i cili jep mundësinë e modifikimit të pasaksive, që bën formën për zgjedhjen e formave të renditjes apo nivelin të ardhurave, që një pjesë mund ta fusin dhe nivelin të ardhurave bruto jo neto. Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë aplikantët gjatë aplikimit për programin e kredive të buta? Gabimet më të shpeshta janë në përzgjedhjen e formës së renditjes, siç është përzgjedhja preferenca par banesë me kosto të ulët dhe në mungesë të banesave me kosto të ulët ofrohet subvencionimi i interesave të kredisë. Kjo është pjesa të cilën qytetarët, individet, familjet të cilët janë të interesuar për këtë program mund e ngatrojnë ose domethënë bëjnë një aplikim gabim. Dhe ne në atë moment i kthejmë përgjigje që aplikimi ka pasaktësi dhe jep mundësinë qytetarit të bëjë përzgjedhjen e formave të renditjes sipas njoftimit publik. Gjithmonë duhet i referohemi njoftimit publik, i cili është shumë i rëndësishëm për sa i përket formës aplikimit, mënyrës së aplikimit dhe nivelit të ardhurave. Sa duhet të jetë niveli maksimal i të ardhurave në mënyrë që të mos penalizohemi për të përfituar nga programi i kredive të buta? Referuar dhe njoftimit publik, niveli të ardhurave për një antar është 83.192 lekë të reja neto. Për 2 antar është 111.157 lekë të reja neto. 3 deri në 4 antar është 147.738 lekë të reja neto, ndërsa 5 antarë e lartë është 165.932 lekë të reja neto. Duhet theksohet neto, pasi një pjesë e madhe e ngatrojnë me pjesën e pagës bruto. Problemi i dytë që kemi hasur gjatë aplikimit dhe shqyrtimit të formularëve të qytetarëve të cilët na kanë ardhur në sistem, është dhe forma e renditjes, që do të thotë forma e renditjes është shumë e rëndësishme, duke përzgjedhur banesë me kosto të ulët dhe në mungesë të banesave me kosto të ulët subvencionimin e interesave të kredisë. Pra këto janë të gjithë qytetarët të cilët kanë pasaktësi, ju jepet mundësia për rregullimin e këtyre pasaktësive. Pastaj në momentin që mbyllet faza e parë kanë të drejtën e ankimimit për pjesën të cilët janë skualifikuar apo nuk kanë bërë rregullimin e pasaktësive. Si kryet një ankimim? Ankimim kryet në portalin në e-Albania përsëri dhe ankimimi na vjen tek sistemi. Dhe ne e bëjmë shqyrtimin e ankimimit duke i kthyer përgjigje dhe duke informuar qytetarin. Sa kohë zgjat shqyrtimi i ankimimit? Struktura përgjegjëse shqyrton ankimimin brenda 10 ditëve. Brenda 10 ditëve bën shqyrtimin e ankimimit të individe, familjeve të cilët kanë aplikuar për programin subvencionimi interesave të kredisë. A ka patur raste ku një qytetar ka kryer ankimimin dhe më pas ka kaluar në një situatë tjetër ku ka përfituar nga ky ankimim, duke kaluar si përzgjedhur për të përfituar në programin e kredive të buta? Duke parë dhe rastet më përparshme në vitin 2025, i pjesë e madhe e qytetarëve të cilët kanë bërë aplikimin gabim duke përzgjedhur format e renditjes, atëherë kanë bërë ndryshime në sistem edhe ju është konfirmuar ky ndryshim i cili është bërë në sistemin e-Albania, pasi ta jep mundësinë e modifikimit të përzgjedhjes së formave të renditjes apo nivelit të ardhurave që siç e specifikuam edhe më përpara, për sa i përket i pjesë e madhe e qytetarëve ngatrojnë të ardhurat bruto me të ardhurat neto. Dokumentat që nuk duhet të mungojnë në aplikim cilat janë? Në momentin që mbyllet faza e parë, shpallet lista fituese, atëherë vazhdon faza e dytë. Gjithashtu duhet specifikohet që dhe faza e dytë bëhet me njoftim publik dhe pjesë bashkëlidhur njoftimit publik është dhe lista e dokumentacionit, e cila është miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak, vendimi numër 18 të Këshillit Bashkiak. Pra që do të thotë, është shumë e rëndësishme pjesa e dokumentacionit
në momentin që bëhet njoftimi publik i fazës 2. Duhet të përmendur që ndryshon gjendja familjare. Në momentin që e rëndësishme është që nuk duhet të ketë pronë, nuk duhet të ketë kryer transakcion prone. Vërtetim page, vërtetim derdhjeve kontribute nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, vërtetim derdhjeve kontribute nga Dritoria Rajonale Tatimore. Në momentin që një individ rezulton me biznes, është ekstrakti historik nga QKB-ja, pasqyra financiare për vitin kalendarik të shkuar për personat e vetë punësuar e njësuar nga Dritoria Rajonale Tatimore, vërtetim nga Dritoria Rajonale Tatimore nëse kanë detyrimet të papaguara për personat e vetë punësuar. Në momentin që ka biznes, individet e cilët nuk kanë biznes, ashtu siç e specifikuam pak më lart, është vërtetimi nga kadastra, nga dritoria e përgjithshme e kadastrit që nuk disponon pronë, vërtetim që nuk ka kryer transakcion pronë në 5 vitet e fundit, dhe vërtetim page nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe nga Dritoria Rajonale Tatimore. Duhet të specifikuar që ndryshon gjendja familjare nga një person në tjetrin. A ofron bashkia asistencë për gjithë aplikantët që kanë vështirësi gjatë aplikimit? Patjetër, siç e kemi specifikuar dhe tek njoftimi publik, të gjithë qytetarët të cilët hasin vështirësi në pjesën e aplikimit mund drejtohen pranë njësive administrative ku janë të regjistruar. A ka udhëzues apo modele të ngjashme ku qytetarët mund të ndjekin për të kryer aplikimin? Në momentin që shkojnë tek shërbimi kërkesë për të përfituar nga programet e strehimit social, aty është dhe linku i cili informon mënyrën e aplikimit. Gjithashtu duhet shpjeguar sepse formulari në momentin që qytetari nuk plotson një nga pikat, automatikisht e rikthen përsëri nga fillimi plotësimin e formularit. A ka ndonjë mënyrë për ta bërë procesin më të lehtë dhe më të shpejt për sa i përket aplikimit, për të gjithë ata që duket si një angari e madhe çështje e dokumentacioneve? Duhet sa i përket fazës parë duhet shpjeguar, pasi aplikimi mund të marrë maksimumi 5 minuta kohë. Në Albania, duke përzgjedhur kërkesë për të përfituar nga programet e strehimit social, duke futur nivelin e të ardhura gjithmonë neto dhe duke u referuar është shumë e rëndësishme njoftimeve publike, të cilët përcaktohet niveli maksimal minimal për 1, 2, 3, 4 dhe 5 antar. Dhe formulari mund të zgjasë 5 minuta në plotësimin e fazës parë. Për sa i përket plotësimit të fazës 2, të gjithë dokumentacioni gjenerohet në e-Albania. Do të specifikuar dhe kjo që është shumë e rëndësishme, i gjithë dokumentacioni gjenerohet në portalin e-Albania, sipas drejtorive përkatëse. Qartë. Cilat janë kategoritë që kanë më tepër përparësi? A janë familjet me fëmijë të vegjël, a janë çiftet e reja? Çiftet e reja, individet të cilët nuk kanë kaluar moshën 40 vjeçare, nënat kryefamiljare, komuniteti rom egjiptian, por nuk do të thotë që mos të aplikojnë dhe kategoritë e tjera. Në sistemin e pikëzimit, çiftet e reja, individet, familjet të cilët nuk kalojnë moshën 40 vjeç, kanë përparësi dhe komuniteti rom egjiptian, nënat kryefamiljare dhe të tjerë kanë përparësi në sistemin e pikëzimit. Por nuk ndalon që të aplikojë dhe një qytetar i cili është në moshën 40 vjeç. Për sa i përket numrit, a ka një numër të saktë në momentin që jemi duke folur se sa ka shkuar numri i aplikantëve? Edhe gjatë intervistës me ju mund të jenë duke ardhur aplikime pafund, në kuptimin që në çdo moment vijnë aplikime, duke qenë që formulari mund ta plotësojë edhe pas orës 4, mund ta plotësojë edhe të shtunën e të dielën. Dhe aplikime kanë ardhur. Një statistikë të saktë nuk e kam për momentalisht, po një numër i vazhdueshëm në çdo moment, po, në çdo moment. Mbi 2000 sa aplikime deri në këtë moment që flasim. Sepse ndryshon nga ora në orë, varet nga. Patjetër, një mesazh për të thënë të gjithë atyre që janë duke aplikuar për herë të parë. Të gjithë qytetarët, individet, familjet të cilët aplikojnë për herë të parë për programin social subvencionimi interesave të kredisë, duhet të jenë shumë të vëmendshëm në plotësimin e formularit dhe në përzgjedhjen e formave të renditjes, gjithashtu dhe nivelin e të ardhurave. Duhet të shohin dhe njoftimin publik, pasi njoftimi publik është shumë i rëndësishëm dhe për pjesën asistimit, siç e përmendëm pak më lart, që duhet të drejtohen në momentin që hasin vështirësi, të drejtohen pranë njësive administrative për t'i asistuar për sa i përket aplikimit dhe një aplikimit të saktë për programin subvencionimi interesave të kredit. Kështu që hapi i parë për një të interesuar për të aplikuar për programin e kredive të buta është që hapi i parë është formulari dhe rishikimi i formularit gjatë plotësimit, duke përzgjedhur format e renditjes dhe nivelit të ardhurave. Të cilin e gjejmë pa ashtu online. Online dhe është publike në të gjitha njësitë administrative, në ke pritja me qytetarët, ke faqja zyrtare e Bashkisë Tiranë, është online dhe njoftimi shpjegon qartë mënyrën e aplikimit dhe nivelin e të ardhurave.
Zoti Viktor, ju falenderoj shumë për kohën, se në fakt në momentin që jemi duke folur, janë edhe ende duke ardhur aplikantët, të cilët kanë ardhur për të kryer aplikimin dhe kanë nevojë për asistencën tuaj, dhe ju falenderoj shumë. Faleminderit ju dhe punë të mbarë. Gjithashtu. Miqtë Ora e Tiranës, faleminderit që ishit me ne në këtë të mërkurë mbrëma. Bashkë do të rishihemi sërish të mërkurën tjetër, ora 20:00. Deri atëherë, kalofshi sa më duket.